Dalin të hutuar, të trazuar, sa s'ka ku të shkojmë. Ky është i vetmi film që ka ndryshuar jetë njerëzore. Filmi më i dhunshëm i prodhuar ndonjëherë, më i rënd për tu parë, por filmi që ju duhet. Në një burg të sigurisë së lartë, prifti që operonte aty ka kërkuar drejtorisë që ta shfaq këtë film tek të burgosurit. Ata burra kanë dalë duke qarë, kanë kërkuar të konvertohen. Në kinë, aktualisht dy priftërinj janë të burgosur, sepse mbas shikimit të këtij filmi, njerëzit kanë shkuar të konvertohen në masë, kështu që i kanë pagzuar të gjithë bashkë, por kjo nuk është e lejueshme. Ata janë ende në burg sot. Këto gjëra nuk thuhen për këtë film, por që ky film u trajtua si një porn torture, si një tortur porno, po. Cila është e vërteta? Çfarë është ky film? Që kur ka dalë, njerëzit nuk kanë rreshtur së foluri, cila është mendja mbas tij? Mashtroi apo tregoi një të vërtetë të harruar? Më ndiqni. I gjithë Hollywoodi po projektonte mbi Mel Gibson gjithë ëndrat e tij për aktorin mashkullor të momentit. I bukur, maskulin, sy bujqiell, karizmatik, i talentuar, krejtësisht perfekt për Hollywoodin, kuklla e radhës për t'ju ashitur njerëzve. Mirë po Mel Gibson u tregua vërtet revolucionari pa autorizim, revolucionari vërtet, ai që i beson gjërat që mendon edhe që thot. Ai fillon të meditojë, ai fillon të kërkojë më shumë rreth besimit të tij, rreth vlerave që ka. Do të bëj filmin e jetës së tij. Të gjithë i thonë që është çmenduri, nuk mund të funksionojë kurrë, të gjithë po i mbyllin dyert, asnjë nuk do të prodhoj filmin e tij. Ai do të bëjë një film për pasionin e Krishtit. Në një Hollywood që nuk do që të përmendet Allah në asnjë mënyrë. I thonë që do të humbas jo vetëm profesionalisht, por do të digjet përfundimisht si njeri. Është çmenduri kjo, nuk mund të realizohet. Ai nxjerr $46 milion nga xhepi i tij për ta prodhuar këtë film. Merr Jim Caviezel në telefon, i propozon rolin kryesor. Jim në ato momente thotë që vetëm dy gjëra ka menduar. JK, inicialet dhe mosha e tij 33 vjeç, ndërkaq ishte një njeri që besimin e kishte të konsoliduar. Gibson i thot, djalë, po e more këtë rol, ti në Hollywood nuk do të punosh më asnjë ditë. Të dy bashk zgjedhin Zotin përpara Hollywoodit. Mel Gibson ndërkaq njihet që është i fiksuar mbas martirizimit, ose të paktën kështu duan ta shesin, mbas gjakut, mbas pendesës që arrihet vetëm përmes martirizimit dhe gjakut. Duke pikasur rëndësinë e asaj që po bënte, i preferuari fillon të përflitet si një njeri degraduar, plot vese, probleme, agresivitet, i alkolizuar, bipolar dhe depresiv. Mel Gibson nuk trembet, i ka të gjitha. Është bipolar, është depresiv, është i alkolizuar, është agresiv, ka probleme, ka maninë e vetë sabotimit dhe vetë shkatrimit. Filmi del në kinema. Bum! Asnjë nga veset që ai kishte ka ndalur që të bëj filmin që donte siç e donte. Përkundrazi, lufton për ditë me veten për të përmirësuar e për të luftuar veset e tij dhe ato probleme të mendjes që ai ka, i shfrytëzon që t'i japin hov për të realizuar kryevepra. Ishte mjeshtri, ishte aktori kryesor në The Patriot, Mad Max, pastaj krijon kryeveprën Braveheart, Apokalipto. E kur ky film del në kinema, pasioni i tij i Krishtit, njerëzit çmenden. Dalin të hutuar, të trazuar, sa s'ka ku të shkojë më nga kinemat. Thonë që nuk e prisnin, që ishte kaq i vështirë për të ndjekur. Ndjeheshin të tronditur për të ndryshuar. Çfarë ka vënë në këtë film? Edhe unë nuk do të shkoj lehtë me këto që do të them. Se ku e se si kanë jetuar njerëzit në periudhën përpara Krishtit, një ndër epokat më të errëta të historisë së njerëzimit, derisa ai erdhi dhe me mentorimin, me leadershipin, me mësimet e tij bëri ndryshimin, ja ndryshoi faqen shoqërisë. Një shoqërie që deri atëherë infanticidin e kishte në radhë ditës, vrasjen e foshnjave, vetëm për faktin që lindnin me probleme, vajza, i hidhnin në rrugë të shqyenin e gërsirat. Ishte komune e kohës kjo. Të varfrit, të bobektit, të smurët, të moshuarit, liheshin në rrugë që të vdisnin.
askush nuk kujdesej. Ekzistonte vetëm ligji i fortit, pjesa më e madhe ishin sklever, që në perandorin romake quheshin res, sende, jo njerëz. Ku ekzistonte parimi i etikës dhe moralit vetëm përmes konceptit të pietas, që ishte detyrimi karshi shtetit dhe perëndive, dhe vetëm stoicizmi për vetëm një grup shumë të vogël njerëzish, filozofësh të kohës. Derisa ai erdhi dhe nuk i quajti njerëzit e varfër dhe të pasur, të lirë dhe sklever, sepse të gjithë ishin të krijuar në shëmbulltyrën e Zotit. I futi konceptin imago Dei, dhe nëse ti lëndoje një njeri, fyeje Zotin. Sepse foshnjët nuk mund të vriteshin, sepse ishin njerëz dhe ishin të pajisur me të gjitha të drejtat e një njeriu që në lindjen e tyre, sepse futi konceptin e mbrojtjes, e kërkimit të drejtave, të lirive, hodhi bazat për të bërë të paligjshëm skllavërinë, hodhi bazat për të ndërtuar spitalet e ardhshme që u krijuan nga dishepujt e tij, nga ndjekësit e tij, sepse solli universalitetin e të drejtave, sepse foli që të duash jo vetëm mikun, po dhe armikun, të falësh në një botë që ekzistonte vetëm ligji të fortit dhe të pushtetshmit, sepse solli civilizim dhe qytetari, ndjenja e moral në një botë krejtësisht e gërsirash të pamoralshme. Sepse bëri gjithë këto të mira, sepse hodhi bazat për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut siç ne i njohim sot. Gjithçka që ka ndryshuar, nga Lex që ishte ligji i shkruar dhe objektiv që ju përkiste vetëm disave, filloi të flitej për jus, ligji subjektiv që i përket, ligji natyral që i përket njeriut vetëm për faktin që ka lindur njeri, i lirë që në lindje, i pajisur me të drejta natyrale, universale, të patjetërsueshme vetëm për faktin që ka lindur njeri në shëmbulltyrën e Zotit vetë. Koncepte shumë moderne. Këto vinë edhe sot. Shumë më përpara se sa të lindte iluminizmi. Të gjitha këto i solli ai. Ai që jetoi siç predikoi dhe vdiq siç jetoi. Që mbrojti të drejtat e grave, ishte i pari që tha, kur po e mbysnin me gur, Maria Magdalenën, hidhni gurin e para ai, tha që s'ka gabuar kurrë në jetë. Gjithë filluan të hidhnin gurët e të largoheshin. Asnjë nuk është perfekt. U kthye nga ajo dhe i tha, shko dhe mos më kato më. Ai nuk e donte moralizmin, ishte kundër hipokritëve, atyre që nuk punonin në ditën e sabatit sepse ishte ditë e Zotit, as gomarin e tyre e linin të fundosej në baltë, atë gomarin që ju shërbente, ju bënte punët çdo ditë, ama në bënin të gjitha llojet e tjera të hipokrizive. Për hir të gjithë këtyre gjërave, se ja kishin frikën shumë, se këto filluan të përmbysnin sistemin e kalbur të farizejve, të priftërinjve që kërkonin luksin dhe pasurinë dhe pushtetin vetëm për vete, prandaj e vranë, prandaj se deshën, prandaj e dënuan me një ndër dënimet më makabre, më mizore, më të dhimbshme që ekziston, siç ishte kryqëzimi. Që nga momenti që lutej pafund në kopshtin e pullinjve, aty ku qoftë largu dele i përvidhet, duke u munduar që t'ja blejë shpirtin edhe vlerat, deri në momentin e fundit që e çojnë maje Golgotës për ta kryqëzuar, gjithë kalvarin e vuajtjeve që kalon. Dhe regjizori nuk e ndal veten për ta dhënë të vërtetën ashtu siç është. E punë e madhe fort për ata që nuk e kanë pëlqyer. Dëgjoni, për të mbajtur pushtetin romakët dhe perandoria romake që kishte pak njerëz në Jeruzalem, përdorte këto metoda njerëzore torture për të bërë shembull për të gjithë ata që kryqëzoheshin dhe torturoheshin në këtë mënyrë, që përgjithsisht ishin ata që ngrinin krye dhe kundërshtonin, që t'ju bëj shembull masave. Ata ishin mjeshtra të jashtëzakonshëm për të kryqëzuar njerëzit. Nuk ishte diçka e rastësishme, ishte një metodë mirë studiuar. Prandaj për të gjithë ata që thojnë se sa i dhunshëm, po ju njoh me këtë lloj mjeti. Ky është flagrumi romak.
Një lloj kamxhiku i tmerrshëm. Vetë kamxhiku si koncept është i tmerrshëm. Po shikoni këtë. Dorezë e shkurt që fuqia të jetë maksimale. Gjitha ato elemente që shikoni janë copa plumbi, copa hekurit të mprehtë dhe copa kockash deleje shumë të mprehta. Nuk janë bërë vetëm për ta goditur dhe gërvishtur trupin. Janë bërë për të shkëputur muskuj. Sa herë që i binin, ndodhte ky lloj procesi. Imagjinoni se çfarë lloj shoku kalon trupi, imagjinoni se çfarë lloj gjakderdhjeje, çdo kamxhik, çdo rënje, çdo dhimbje ti e ndjen thellë. Dhe ai e ka përdorur në mënyrë të posaçme këtë. Se gjithë qëllimi i tij ka qenë që ta traumatizoj, ta shkatërroj shikuesin për ta rindërtuar në fund në një mënyrë shumë të fuqishme, në dritën e të vërtetës, në atë që me të vërtetë ka ndodhur. Dhe kur bota e godet e gjitha pafund, ai përqafon kryqin që i vendoset në kurrizë dhe pse është copë, duart thuhet që tendinat janë shkëputur, që i ka në nerva të zbuluar e megjithatë e përqafon kryqin se është kryqi i tij. Është dhimbja e tij, është rrugtimi i tij. E bën një rezistencë të jashtëzakonshme mbi çdo lloj normale, mbi çdo lloj rezistence njerëzore, është mbinatyrshme. Një rezistencë supreme, bontoni i shpirtit. Ky është. Nuk ka tjetër, nuk ka shembull tjetër për të ndjekur. E rrëzohet, e prap çohet me një dinjitet mbi njerëzor, me një rezistencë supreme, me një moral të jashtëzakonshëm. Mes dhimbjes së vuajtjes ekstreme, e prap sytë e tij shohin vetëm me dashuri. Kjo është mjeshtria e regjisorit, se jo të tërë, jo të gjithë munden. Ai ka arritur ta kap deri në detajin e fundit të zmadhimit të pupilës në sy që jo gjithkund e shef. Detaj vogël, por tejet i rëndësishëm. Ky është film që ka bërë katarsis jo vetëm për ata që e kanë parë, por për ata që luajtën. Është i famshëm ndër të tjera sepse shumë nga trupa pastaj kanë kërkuar që të pagëzohen, janë konvertuar. Pietro Sarubi, që është aktori që luan Barnabas, kriminali që turma përzgjedh ta shpëtojë në vend të Jezusit. Ka një moment shikimi sy ndër sy me aktorin që luan Jezusin. Kush e ka parë e di shumë mirë se për çfarë po flas. Kush nuk e ka parë do ta shohë dhe do ta bërej vetë. Ai e shef, kthehet e shef për s'dyti. Mel Gibson si regjisor ka arritur ta kapë atë moment. Pietro Sarubi tregon që në atë moment, në atë shikim, nuk ishte aktori që po e shikonte. Aty ati ndryshoi jeta. Nga ateist u shndërrua komplet. Kështu që po, është filmi më i dhunshëm i prodhuar, po pritet që të dalë Resurrection, Ringjallja e Krishtit, që është një ndër filmat dhe eventet më të pritur sepse tashmë është deklaruar nga Gibson dhe nga i bashkëpunëtorët e tij që do të jetë filmi, do të ketë impaktin më të lartë të prodhuar ndonjëherë. Ndërkaq një bravo e madhe për këtë film. Nuk do të prodhonte një tjetër film televiziv me buxhet të ulët për liderin dhe rebelin kryesor që historia njerëzore ka njohur ndonjëherë. Por do tregonte të vërtetën. Edhe e bëri. Kështu që shapo Mel Gibsonit. Ndërkaq unë dua t'ju pyes. Dua t'ju le me këtë lloj reflektimi. Kush vdes për një gënjeshtër? Por ai u lundua për shkeljet tona, u dërmua për fajet tona, dëshkimi për të na dhënë paqen, pra i gjithi mbi të, e nga plagët e tij u shëruam ne. Isaia 53:5